Bashkia e Vaudejës ka nisur zbatimin e programit Vaudesi si destinacion turistik, i mbështetur nga fondet e Bashkimit Evropian përmes IPAS. Ky program, shpreh koordinatorja Çuka Babani, ka mundësuar përmirësimin e imazhit turistik në zonën e Vaudesit. Ka patur një impakt shumë pozitiv sa i takon zhvillimit të zonës Vaudejës me potencial zhvillimin e turizmit atraktiv. Kemi krijuar itinerare të reja turistike dhe dhënien e informacionit sa më detajuar për turistët të huaj dhe vendas, nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve dhe aftësive për profesionistë të cilët ofrojnë shërbim në fushën e turizmit, mikpritjes, sipërmarrjes, artizanatit, si dhe nëpërmjet krijimit dhe ndërtimit të aftësive për stafet e Bashkisë Vaudejës, të cilat të kenë kapacitete për të ofruar dhe për të zhvilluar aktivitete të cilat kanë në fokus ndërgjegjësimin mbi turizmin dhe mjedisin. Pjesë kryesore e këtij programi kanë qenë gratë të rinj të Vaudesit, duke punësuar rreth 50 persona, si dhe është mundësuar hapja 6 subjekteve të reja. Ka pasur një ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e cilësisë për dy kategori, veçanërisht ato të cilët janë më të disavantazhuara sa i takon punësimit, siç janë gratë dhe të rinjt. Rritja e cilësisë është bërë duke përfshirë këto dy kategori në trajnime, të cilat i përkasin fushës së industrisë së turizmit dhe mjedisit. Është ofru trajnime për më shumë se 200 individ të këtyre kategorive, pra të rinjve të papunë dhe të gratë të papunë, dhe një arritje suksesi është punësimi ndërto i 50 individëve në fushën e industrisë së turizmit dhe mikpritjes. Kemi 6 biznese të reja të ngritura fal granteve. Historia, trashëgimia kulturore, sportet ujore dhe malore janë aktivitetet më të mëdha të zhvilluara në Bashkinë Vaudejës. Në fokus kanë qenë edhe prodhimi dhe shitja e produkteve lokale, duke ofruar një mundësi të mirë për turistët e huaj dhe vizitorët vendas.